tha pejgamberi alayhi salam, çdo biri i Ademit është gabimtar, por më i miri prej këtyre gabimtarëve është ai i cili kthehet Allahut Azza wa Jall. Kjo argumenton dhe aludon se njeriu dhe çdo secili prej neve jemi pjesëtar të mëkateve, si i vogli ashtu edhe i madhi, si i dituri ashtu edhe i padituri. Por dallimi ndërmjet këtyre njerëzve është se kush e bën angazhim dhe preokupim vazhdimi në mëkat dhe kush e bën vazhdim dhe preokupim në faljen e mëkateve. Andaj, ku janë ata të cilët i kanë mëkatuar Allahut? Ku janë mëkatarët dhe gjinaqarët të cilët dojnë të kthehen tek Zoti i tyre te bareke ve teala? Kush është ai i cili e shtrin dorën e tij të pendimit natën që të pendohet mëkatari ditës? Kush është ai i cili e shtrin dorën e tij të pendimit ditën që të pendohet mëkatari natës? Kush është ai i cili thret me këtë thirrje duke thënë: "Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lah?" A ka ndokush i cili lutet që unë t'ju përgjigjem lutjes së tij? A ka ndokush i cili kërkon falje që unë ta falja atë? Kush është ai i cili thret me këtë thirrje duke thënë: "Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani laghafartu laka wa la ubali?" O biri i Ademit, në qoftë se mëkatet e tua kanë mbuluar kupën e qiellit dhe kanë arritur deri në kulmin e qiellit, nëse ti kërkon falje Zotit tënd, Allahu ty të fal. Kush është ai i cili thret me këtë thirrje duke thënë: "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum?" O ju robët e mi, ju po më mëkatoni mua ditën dhe natën, por në qoftë se ju kërkoni falje, unë juve ju falje dhe për këtë nuk e kam dert hiç. Kush është ai i cili thret me këtë thirrje të fuqishme ku thot: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." O ju robët e mi, të cilët e keni ngarkuar veten e juaj me mëkate dhe gjunohe, mos e hubni shpresën tek mëshira e Allahut, se më të vërtet Allahu është falës. O vëllazër, kush është ky thirrës? Ky thirrës është krijuesi jon, është sundimtari, El Malik, është falsi, bujari, fisniki, mëshiruesi, mëshirbërësi, Zoti jon, Allahu te bareke ve teala, ai i cili neve na krijoi në formë më të mirë, vetëm që unë dhe ti ta adhurojmë Zotin tonë te bareke ve teala. E njeriu i mëkaton Zotit e tij, por ai pendohet tek Allahu dhe troket në derën e pendimit dhe thot: "Ya Rabb, o Zot, kënaqësia ka kaluar, epshi ka përfunduar, por kanë mbetur etheret dhe gjurmët e mëkatit, ka mbetur dënimi dhe pështrimi i mëkatit." Ky njeri në këtë çaste ndihet i hidhruar, i mërzitur, i pikëlluar, sepse i ka mëkatuar Allahu te bareke ve teala. I ka mëkatuar Allahut Azza wa Jall, i ka mëkatuar krijuesit e tij te bareke ve teala. Por ky person do të vijë një moment, një kohë që do ta kupton të vërtetën, sepse shikon nga ana e tij e djathtë, do të sheh se shpirti dhe nefsi që e ka ndërguar në vepra të liga e kanë tradhuar. Shikon nga ana e tij e majt, do të sheh se shejtani e ka bratisur dhe do të vërtetohet në këtë çast se i vetmi strehim dhe vend qëndrim i vërtet qen ka tek Allahu Azza wa Jall, dhe vend strehimi dhe vend qëndrimi më i vërtet qen ka tek ai i cili po e shtrin ka dorën e tij të pendimit ditën dhe natën që të pendohet mëkatari i ditës dhe i natës. E kur njeriu pendohet tek Allahu, Allahu ja fal mëkatet e tij, ja fal gjunahet e tij dhe ja mbulon tëmetet e tij. Ky njeri në këtë çast do ta kupton të vërtetën e faljes, bujarisë, dhuntive të mëdha të cilat Allahu te bareke ve teala i dhuron robërve të tij.